Kadriu më tha do bëhet mirë. Unë jam i sigurt që do bëhet mirë. Jusufi ka kënduar tërë kohën. Edhe pas dasmës. Momenti dasmës ishte një moment ku shihej që mund të bashkoheshin edhe më shpejt, sepse ndarja edhe me nxjerrjen e gazetës, duke se ishte porositur nga Stambolli, që të vazhdoj me nxjerrjen e kësaj gazete. Juve ju la shije që ai moment dëfrimi, ai moment gëzimi, ai moment hareje, mund të përshpejtonte bashkimin? Po, ai moment hareje kështu ishim, si thuash, pak ishim, nuk na erdhi mirë, thjesht se ne po prisnim bashkimin, jo tani të ndahemi me gazeta dhe me organizata, të ndaheshim, por Kadriu më tha do bëhet mirë. Unë jam i sigurt që do bëhet mirë. Kështu që aty nuk u hetuan nga shumica e pjesëmarrësve, nuk u hetua që diçka s'është mirë, sepse siç e keni edhe në video, Jusufi ka kënduar tërë kohën, Bardi ka qenë i lumtur, gjithë dasmorët kanë qenë të lumtur, nuk është transmetuar ajo ndjenjë ftohje ose diçka tjetër. Kush ishte bashkë me Jusufin dhe Bardin? Kishte edhe të tjerë që ishin ardhur bashkë me Jusufin dhe me Bardin? Po, kishte veprimtarë edhe të tjerë, ishte Faridin Tafallari, ishte bashortja Jusufit, ishin djali Jusufit, ishte Premtoni, kishte domethënë veprimtarët e rrethit Stuttgartit që kishin vendosur të vinin bashkë aty. Në ndërkohë, vetëm diku i bie 15 ditë më vonë, 14 ditë më vonë, udhëton Kadri Zeka drejt Gjermanisë. Kadriu, për çfarë arsye ju tha që po udhëton? Kadriu do të udhëtonte, kishin ardhur sa filma nga Shqipëria, sepse për të bashkëdhetarët mblidheshin dhe shikonin filmat e Kino Studios Shqipëria Re, që shfaqeshin atëherë, dhe i shfaqin në grupe mërgjimtarësh. Kishte shkuar domethënë Kadriu dhe ato ditë ishte në gjithë Gjermaninë ku organizohen grupe mërgjimtarësh për të parë filmat, për të përcjellur dhe për të biseduar me bashkëdhetarët dhe për të mobilizuar tani për vitin e ardhshëm, sepse veç demonstratat kishin mbaruar, po ata s'duhej të qëndronin të heshtur tani, po duhej të vepronin. Kështu që qëllimi ishte për të parë filmat me bashkëdhetarët, po edhe pastaj u kthye te Jusufi ku do të diskutonin dhe do të bënin bashkimin, siç ndodhi. Me kë udhëtoi drejt Gjermanisë? Vetë ka udhëtuar Kadri Zeka, vetë. Vetëm ka udhëtuar me tren, po. Me tren. Po. Atë ka folur ndonjëherë Kadri Zeka se si ka qenë takimi apo se si është njohur me Jusuf Gërvallën? Për këtë jo, nuk më ka folur se si është njohur. E di që domethënë Jusufi nuk ka pas leje, si thuash, dokumentat lëvizse, më shumë Kadriu ka shkuar atje te Jusufi. Por kur janë taku bashk Jusufi me Kadriu? Kur që ka bo bashk? Hydajet Hysenin të 80-ën. Në 80-ën, kur kemi ardhur bashk, Hydajet ka mbetur në Zvicër. Po. Dhe unë jam kthyer në Kosovë, kështu që ata bashkarisht domethënë janë takuar me Jusufin. Pra, kam pasur njohuri për veprimtarinë e Jusufit. Po.